O Allah, mos na sprovo me epsh. Çka? O Zot, mos më ngarko me asë ka se ne baj. Runa Zot, një njerit me ju fiksue pangopsia e epshit, s'ka njeri mat ngarkum se aj. Një dit për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha sahabeve: ai i cili flen me grujën e vet i shkruhet sevap te Zoti. Sahabët thanë: ja Rasulullah, si mundet njëri me flet me grujën e vet te Zoti më shkruajt sevap? Më shkruajt sevap? Shpërblim te Zoti i madh te bareke ve teala. Tha po, me shkruan ngryet huaj, çka i shkruhet? Tha gjuna, po këtu i shkruhet sevap. A halal kjo? A haram ajo? U kri, shiko sa e qartë është feja. Me pas shkruan zina, çu i ke haram. Po me grujën tonë ke halal, e kish problem. Andaj, të nderuar xhamat, besimtari duhet të mëson këtë gjëra, dhe t'u mëson e vlatëve kur t'i vjen koha. Se Zoti i madh s'na ka kriju për epshe, por na ka krijuar mbrana neve epshe, dhe ka dallim. S'na ka kriju për epshe, ka kriju të na epsh. S'na ka kriju e për me hangër dhe me pi, por na ka kriju dëshirën për me hangër dhe me pi. Këto janë dallime. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullah, ka dallim murahatu namaz edhe murahatu pi namaz. Da ka dallim. Ka njeri si të morë të këbir Allahu Ekber, që ati rahatot, si të dale është që cot. Dhe ka njeri thot, ta fali, të rahatona. Kjo rahatot për namazit. Ka dikush rahatot namaz. Ka do njerëzit që ka thojnë, të falmi, edhe ma si të inat me angër, të hajmë rahat. Ka njerëzit ndryshë, thot, ha që aty edhe falu shtash. Haje, heke gajlën e hajës, të falmi. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hante, sa me e gajlën. Shtash ka mu falë. Ti s'mundesh me bëti këta, se ti nuk je në atë nivel. Sa e ka kuptuar se epshi kriju te unë vetëm një lloj, nxitsi për mbarvajtjen e llojit, mbarvajtjen e kuvetit, jo për me kon ai qëllim synim. Andaj të ndëruar xhamat, gjëja e parë që duhet ta përdorim, ta kuptojmë se se Allahu i ka vendosur epshet e tona për ti përdor për halal dhe për ti vazhduar çfarë? Llojet njerëzore, për të pruar vlat, për të pruar vlat në dunja që të vazhdojë lloji. Tani, çka nëse kjo keq përdoret? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara: Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet e fundit të surës Al-Baqara, duke na mësuar se çfarë duhet të lutemi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: o Zoti jon, mos na e ngarko atë çka s'kena takat me e bajt. S'kena takat me e bajt. Çka do të thonë atë çka s'kena takat me e bajt? Është komentuar me komente të ndryshme. Njëra prej komenteve të cila është, ka dhënë disa prej dietarëve, sikur që ka nga Mekhuli dhe nga Mujahidi rahimahumullahu taala, çfarë kanë thënë? Kanë thënë ma'nahu al-ghulma. O Allah, mos na sprovo me epsh. Çka? O Zot, mos më ngarko me asë ne baj. Runa Zot, një njerit me ju fiksue pangopsia e epshit, s'ka njeri më të ngarkuar se ai. Dhe nga ana tjetër, s'ka njeri më i nevoritshëm për tjerë se njerëzit. Të nderuar xhamat, a mund të paramendoni njëri ti sa të nisë muhabet veç me ta bë muhabetin e epshit? Çai thotë, ai normal me ti. Ai tamam. Si mundesh me bëj çdo mezhlis që muhabet? A mund të paramendoni çdo njeri për shembull çka hulet me mezhlis me thon, ku janë gratë? Neudhu billahi alazim. A ka plot njerëz që ashtu? Mirë, po nga tradita, nga rrethi, kur jetohet me musliman apo me tradit, çfarë do të thotë nëse janë musliman, ka shumë shoqëri që janë muslimane, po i kanë disa tradita. Çfarë bën? I bën shtypje kjo. Andaj do ta kuptojmë më vonë. Do vonë të ligjërata të tjera. Pse thrasin në shoqëri të lirë? Krijon neve na i çojnë në për emisione. Shoqëria e lirë, na jemi shoqëria e lirë, na alojena me tabuja. Çfarë tabuja? Gruaja në vendin e vet, burri në vendin e vet, tabuan kjo thotë. Unë do ta shoh, bëma këtu. Ta përdore ai.